Mufti Naim Tërnava, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, i nderuari zotëri Rifat Fetić, i nderuari zotëri Muhamet Jusić dhe gjithë pjesëmarrësit nga Bosnia dhe Hercegovina, i nderuari zotëri Vedat Sahiti, kryeimam i Bashkisë Islame të Kosovës, e nderuara nënkryetare e Kuvendit të Republikës, zonja Emilia Rexhepi, të nderuar anëtarë të Bashkisë Islame të Kosovës, i nderuari drejtor i Institutit të Kosovës për krimet e kryera gjatë luftës Adhehetemi, të nderuar profesor, studiues dhe punëtor të gjitha degëve të Fakultetit të Studimeve Islame, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër të nderuar pranishëm, kam kënaqësinë e veçantë të jem sot bashkë me ju në këtë ngjarje të rëndësishme për trashëgiminë tonë kulturore, të humbur e të shkatëruar qëllimshëm. Trashëgimia kulturore përbën themelin e identitetit tonë kolektiv. Ajo na lidh me të kaluarën, forcon vetdijen për vlerat e përbashkëta dhe na kultivon përgjegjësinë për ruajtjen e kujtesës kolektive për brezat e ardhshëm. Gjatë luftës së viteve 1998-1999, krahas mira jetëve të humbura dhe dëmeve materiale, Kosova ka pësuar dëmet të rënda edhe në trashëgiminë e saj kulturore, e cila është shënjestruar dhe shkatëruar nga forcat armatosura serbe. Në gjykimet e Tribunalit Hagës, shkatërimi i qëllimshëm i trashëgimisë kulturore gjatë kësaj lufte është cilësuar si krim kundër njerëzimit. Në fund vitit 2021, Qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për të kërkuar drejtësi për shkatërimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Një komision i përbërë nga ekspert vendor dhe ndërkombëtar ka dokumentuar zyrtarisht dëmet dhe humbjet, duke i hapur rrugë kërkesës sonë për drejtësi dhe kompenzim. Në bazë të këtij raporti, gjatë periudhës 1998-1999, janë shkatëruar 1788 monumente trashëgimisë kulturore, janë grabitur mbi 3724 objekte muzeale nga koleksionet e muzeve publike të Kosovës dhe janë shkatëruar 175 biblioteka publike me mbi 1.7 milion libra. Nga 1788 monumente të shkatëruara, së paku 500 janë kullat banimit, 218 xhami dhe 19 pleqe, 7 kishat besimit katolik, si dhe Muzeu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Në këtë proces të rëndësishëm dokumentimi, Bashkia Islame e Kosovës ka luajtur një rol të veçantë. Ajo ka kontribuar me informacione të vlefshme rreth shkatërimit të trashëgimisë kulturore islame. Përgjatë historisë, Bashkia Islame ka dëshmuar se është një shtyllë e rëndësishme për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kombëtare, fetare dhe kulturore në vendin tonë. Kjo ekspozitë organizuar nga Bashkia Islame e Kosovës dhe ajo e Bosnjë-Hercegovinës ka rëndësi të veçantë sepse dokumenton në mënyrë të qartë dhe të argumentuar shkatërimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore si pjesë e një strategjie të qëllimshme
përfshirjen e identitetin kulturor e fetar të popujve tanë. Përmes dokumentimit të fakteve, shifrave dhe shembujve konkret, kjo ekspozit shërben si kujtesë kolektive, si dëshmi historike dhe si thirrje fuqishme që krimet ndaj trashëgimisë kulturore të mos relativizohen, të mos harrohen dhe të trajtohen me përgjegjësi dhe drejtësi. Ruajtja e kujtesës, dokumentimi i së vërtetës dhe kërkimi i drejtësisë mbeten detyrime të përhershme të shtetit tonë. Më lejoni ta mbyll fjalën time duke ju falendruar të gjithëve për angazhimin dhe kontributin tuaj. Së bashku duke ruajtur kujtesën dhe dokumentuar të vërtetën, ne nderojmë të kaluarën dhe ndërtojmë të ardhmen e Kosovës. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. I nderuari kryeministri i Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti, të nderuar përfaqësues të riasetit të Bashkisë Islame të Bosnjës së Hercegovinës, muftiu i Garazhës Remzi Pitić, drejtori Muhamed Jusić, Rifat Fetić, si dhe shoqërues të tjerë. Nderuari kryetari i Kuvendit të Bashkisë Islame, zotëri Ajni Sinani, nderuar zotëri Adhe Hetemi, drejtori i Institutit për krimet e kryer gjatë luftës, të nderuar antar të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, përfaqësues të institucioneve shtetërore, kulturore dhe arsimore, nderuar efendiler, zonja dhe zotrinje, vëllezër e motra. Milioni që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës, të institucioneve të saj, se në emrin tim personal t'ju përshëndes përzemërsisht dhe t'ju falenderoj sinqerisht për praninë tuaj në këtë aktivitet me rëndësi të veçantë historike, kulturore dhe përkujtimore, të cilën e kemi organizuar në bashkëpunim me riasetin e Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës. Aktiviteti i sotëm përfaqëson një kapitull të dhimbshëm të historisë sonë të afërt, një histori që i ka bashkuar dy popujt tanë në përjetimin e vujtjave të dhunës organizuar të krimit shtetëror në dëm të tyre. Fjalën e kemi për agresionin serb në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe për luftën në Kosovë, dy procese historike të dhunshme që ndonse të zhvilluar në hapësira të ndryshme gjeografike, u drejtuan nga i njëjti projekt ideologjik dhe politik i të njëjtit të regjim shtetëror serb, i konceptuar për të ushtruar dhunë strukturore dhe sistematike ndaj të gjithë atyre që perceptoheshin si të tjerët tojza dhe si pengesë për realizimin e objektivave të tij politike. Në të dy raste, si në Bosnjë dhe Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë, ky regjim synoi zhdukjen fizike, kulturore dhe shpirtërore të popujve autokton nga trojtë të tyre shekullore, me qëllim krijimin e një hapësire etnikisht të pastër serbe, Bosnjë pa bosnjak musliman dhe Kosovë pa shqiptar. Ky projekt i njohur botërisht si projekt Thojza e Serbisë Madhe, u realizua përmes mjeteve më brutale të dhunës shtetërore. Ne jemi dëshmitar të asaj që ndodhi si në Bosnjë dhe Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë. Në Bosnjë forca serbe tentuan të zhdukin praninë bosnjake përmes formave më ekstreme të dhunës, ekzekutimeve masive, vrasjeve sistematike, dhunimeve dhe terrorit mbi popullatën civile, duke kulmuar me gjenocidin e Srebrenicës, një nga krimet më të rënda në Evropë pas luftës së dytë botërore. Në Kosovë në përpjekje për të realizuar të njëjtin projekt kriminal, përveç vrasjeve dhe masakrave mbi civilët, u aplikua edhe politike e spastrimit etnik përmes dëbimit masiv të shqiptarëve nga trojtë e tyre, duke përdorur metodën e njohur të tokës së djegur. Në këtë ndërmarrje kriminale, e cila u krye nga fqinjët tanë, forcat serbe përveç dhunës fizike, vrasjeve, ekzekutimeve, dëbimeve dhe shkatrimit të jetës njerëzore, tërmorën edhe një fushat të gjerë të shkatrimit të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në kuadër të këtij projekti me përmasa gjenocidiale, objektiva të veçantë u bën edhe objektet fetare islame në Kosovë. Kështu forca serbe me synimin për të fshirë çdo gjurmë të pranisë shqiptare në Kosovë dhe çdo gjurmë të pranisë bosnjake në Bosnjë dhe Hercegovinë, rënuan dhe shkatruan objekte sakrale dhe monumentale me vlera të jashtëzakonshme historike, arkitektonike dhe identitare. U shkatruan xhami shekullore, shumë prej tyre unike dhe të pazavendësueshme, qarshi historike me rëndësi identitare, medrese, biblioteka, arkiva,
dhe institucione të tjera arsimore kulturore, themelit e të cilave ishin vakve të themeluar nga shqiptarët dhe bosnjak, nga ulema, dietar dhe bamirës të dritur të dy popujve tanë, të nderuar të pranishëm. Pasënuar që të ndalemi në statistika nga ekspozita që do të vizitoni sot, do të bëhet e qartë se gjatë viteve 90 të shekullit të kaluar, në vendet tona, fillimisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, e më pas në Kosovë, hapësira këto që i përkasin Evropës dhe qytetërimit evropian, u shkatruan gjithsej 832 xhami. Pa i përfshirë këto objektet e tjera fetare dhe kulturore. Nga ky numër 218 xhami u shkatruan në Kosovë, ndërsa 614 në Bosnjë dhe Hercegovinë. Këto shifra, sado që nuk e përfshin të gjithë spektrin e dëmeve të shkatruara, flasin qartë dhe pa ekuivok për masat e dhune sistematike dhe për natyrën e krimeve me të cilat u përballën popujt tanë gjatë asaj periudhe. Fushata shkatrimtare e forcave serbe u zhvillua pa respektuar asnjë normë morale, juridike apo ndërkombëtare. U ignoruan të gjitha konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare për mbrojtjen e objekteve fetare dhe kulturore. U shkatruan, u dëgjën, u minuan dhe u granatuan qendra historike dhe qarshi identitare të qyteteve të Kosovës, si qarshia Pejës, qarshia Gjakovës, qarshia Vushtrisë, kompleksi i kullave në Jonik, Deçan, Nivokaz dhe në shumë zona të tjera anë mban Kosovës, ku çdo gjë që doli përpara u dëmtua ose u shkatrua rënd. U shkatruan xhamit monumentale si xhamia Beraklis në Pejë, xhamia Hadum Agës në Gjakovë, medreset historike të Gjakovës, xhamia Llapit në Prishtinë, xhamia monumentale të Vushtrisë, si dhe xhamit në Mitrovic, ndërtohet xhamia Ibrit, e cila sikurse edhe disa xhamit të tjera u shkatruan deri në themele, dhe trulli i saj u rrafshua me ekskavator, me qëllim që të zhdukej çdo gjurmë e pranisë shqiptare dhe muslimane në këto troje. E njëjta praktikë u ndoq edhe në vendbanimet rurale, ku shkatruan xhami shekullore, mezgjide, teqe, kulla tradicionale, shtëpi dhe qindra objekte të tjera me vlerë kulturore historike, të cilat nuk do t'i kemi kur më. Në mënyrë të ngjashme, por në disa raste edhe me intensitet më të madh, forcat serbe vepruan edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Tu mjafton të përmenden xhamia e Foçës, ajo e Banja Lukës, ura e Mostarit dhe shumë objekte të tjera anë e kënd Bosnjës, për të cilat do të flasin më gjithsesi kolegët tanë nga Sarajeva, ndërsa dëshmitë vizuale të tyre do t'i shohim edhe në ekspozitën që hapet sot. Gjatë përgatitjes së kësaj ekspozite, pata rastin të shoh fotografitë e përzgjedhura për ekspozim, dhe jam i bindur se edhe ju, ashtu si opinioni i gjerë, do të vëreni se metodat e shkatërimit dhe asgjësimit të objekteve fetare islame në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë janë pothuajse identike. Por dhuna nuk u ndal vetëm te monumentet. Agresori serb përpara se të ndërmerrte fushatën e shkatërimit të rreshtimisë islame, kishte vënë në shënjestër edhe prisit fetar musliman përkatësisht hoxhallarët, të cilët në shumë raste u vranë me qëllim zhdukjen e autoritetit fetar dhe thyrjen e rezistencës shpirtërore të komuniteteve muslimane. Këtë dëshmojnë qartë dhe fotografitë e paraqitura në ekspozenë e sotme, të cilat ofrojnë një dëshmi të drejtë për drejtë të këtyre krimeve. Të nderuar zonja dhe zotrinj. Ekspozita që po e hapim sot në Prishtinë, siç e theksova edhe më parë, është fryt i bashkëpunimit dhe bashkëveprimit të ngushtë ndërmjet dy bashkive tona fetare, Bashkisë Islame të Kosovës dhe Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës. Kjo ekspozitë realizohet në kuadër të një bashkëpunimi dy palësh të qëndrueshëm, i cili do të vazhdojë edhe më tej. Me që rast, në muajin maj, ai do të hapet edhe në Sarajevo. Megjithatë, duke pasur parasysh rëndësinë e jashtëzakonshme të kësaj ekspozite dhe mesazhin e fuqishëm që ajo përcjell, propozoj që ajo të shtrihet edhe në qendra të tjera të Kosovës, në qytete të ndryshme shqiptare, si dhe pas muajit maj edhe në qendra të tjera të Bosnjës dhe Hercegovinës. Po ashtu konsideroj se kjo ekspozitë duhet të hapet edhe në ato qendra evropiane ku jeton dhe vepron diaspora jon, me qëllim që kjo dëshmi historike të bëhet pjesë e ndërgjegjës kolektive edhe jashtë vendeve tona. Përveç kësaj, mendoj se materialet shoqëruese të kësaj ekspozite përfshirë katalogun përkatëse duhet të përgatiten edhe në gjuhën angleze dhe arabe. Në këtë mënyrë do të ofrojë miqve tanë ndërkombëtar dëshmi të qarta, të dokumentuara, të pakontestueshme mbi atë që ka qenë i planifikuar dhe i zbatuar nga regjimi serb në vendet tona. Është detyrë dhe obligim moral, historik dhe qytetar
shtykaluarën tonë ta dëshmojnë me dinjitet dhe krenari, pa e harruar, pa e relativizuar dhe pa e minimizuar, por duke u përballur me përgjegjësi. Falë Zotit, planet e regjimit serb, as në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe as në Kosovë nuk u realizuan plotësisht. Sot ne jemi shtetet pavarura, popull të lirë, dhe kemi arritur të rikthejmë aq sa ka qenë mundur vlerat tona të shkatëruara, duke rindërtuar monumentet dhe trashëgiminë tonë materiale. Megjithatë, ajo që ka ndodhur duhet të kujtohet dhe të mos harrohet kurrë. Kjo kujtesë duhet të transmetohet brezave të ardhshëm, me qëllim që ata të jenë të vetëdijshëm për trashëgiminë që kanë marrë, të njohin dhe të kuptojnë sakrificën dhe vuajtjen e popujve tanë, si dhe të mbajnë gjallë kujtesën kolektive për krimet dhe shkatërrimet e kryera. Njëkohësisht, është e domosdoshme që bota e qytetëruar të rikujtohet vazhdimisht për të ngjarje tragjike, sepse vetëm përmes kujtesës aktive dhe dëshmisë dokumentuar mund të shlyejmë një pjesë të borxhit moral ndaj shahidëve tanë, viktimave të luftës dhe historisë sonë. Këtë nuk e bëjmë për të nxitur urrëtie, për të prodhuar ndasi apo për të krijuar konflikte të reja e gjakderdhje, por për të ndërtuar vlera qytetëruese, për të kultivuar respektin ndaj tjetrit dhe për të kontribuar në ndërtimin e paqes së qëndrueshme dhe bashkëjetesës shoqërore. Prandaj ekspozita, kujtesa në fotografi, xhamitë e shkatëruar në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë gjatë viteve 90 të shekullit të kaluar, përfaqëson një dëshmi të fuqishme dhe të argumentuar të sakralocidit, të planifikuar, të ushtruar nga shteti, akademia dhe udhëheqja politike e Serbisë të asaj kohe. Ajo jo vetëm që dokumenton shkatërimin e objekteve fetare islame, por shërben edhe si aktin dëgjësimit historik dhe qytetar për ruajtjen e trashëgimisë, identitetit dhe dinjitetit njerëzor. Të nderuar pranishëm, në përmbyllje, milionit të shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e kësaj ekspozite, që nga ideja fillestare, hartimi i projektit dhe deri te zbatimi dhe konkretizimi i saj. Kontributi secilit ka qenë i çmuar dhe i domosdoshëm për jetësimin e këtij aktiviteti me rëndësi të veçantë historike dhe kulturore. Falënderim i veçantë u takon ekipeve profesionale në Sarajevo dhe në Prishtinë, të cilët me përkushtim kompetencë dhe përgjegjësi kanë punuar për ta sjellë këtë ekspozitë në nivelin që e shohim sot. Dua të theksoj qartë se për projekte të tilla që i shërbejnë kujtesës historike, ruajtjes së trashëgimisë dhe vlerave qytetëruese, do të keni gjithmonë mbështetjen e plotë dhe të pakurrëzuar të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, si dhe timin personal në cilësinë time si myftëri i Republikës. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe pranimin tuaj. Selam.